Nuk mund të mos kujtojmë se përfaqësuesit që morën pjesë në shpalljen e pavarësisë së Republikës sonë sot mbahen padrejtësisht në Hag. Kontributi i secilit prej tyre për lirinë dhe pavarësinë është i çmuar dhe historia do të jetë ajo e cila do ta bëjë gjykimin e drejtë. Sot në këtë mbledhje solemne të qeverisë kujtojmë aktin historik të shpalljes së pavarësisë me 17 shkurt 2008. Kujtojmë qëndresën dhe sakrificën e popullit, nderojmë heronjt dhe veprimtarët e rëndë shekuj, rezistencën paqësore dhe kryengritjet e armatosura pas luftës së dytë botërore, të cilët kulmuan me luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Sot pavarësia jonë mbush 18 vjet, mbase një moshë e re për shtetin, por një kapitull i rëndësishëm në rrugtimin tonë të gjatë si popull. Vërtet, shteti, pavarësia dhe kushtetuta jonë është e re, por gjuha, kultura dhe populli ynë janë të lashtë. Voleve pak objektive, no dosta.